Da bide pojasno. Jam Stolen Naumov, dërsa me mua është Lorik Idrizi. Lorik, Përshëndetje. Lorik, jasno kemi të qartë se kemi probleme. Se ushte. Se akoma nuk dim si të zgjidhim problemet. Kemi strategji, mirë shpesh edhe nuk kemi mirë, po ato strategji janë vetëm një germë në letër ose shkruan në kodë, vetëm sa për të treguar diçka para donatorëve të caktuar për të përfituar pra projekte. Më shumë janë reforma të përhershme, kise ndryshon diçka, mirë po kjo është vetëm vazhdimsi asaj që të bëhet ndonjë reform. Më trego, Beshi li dobar učenik. a ishte zënësi mirë, ti do të flasim për arsive, relativisht isha në zënësi mirë, po në atë kohë kishte një kontekst tjetër. Dobar, odličan učenik, preko mi beše... Unë kam qenë i shëllqishme, për gjithmonë e kam pas të mërzitshme, gjithmonë. Në atë kohë është e mërzitshme që të jesh shumë i mirë në kuptimin e botës akademike, me që fëmijët kanë më shumë energji, duan që të tingëllojnë më alternativ, jo konvencional, dhe kjo energji të orienton të mos mësosha shumë në kuptimin asaj të jesh ashtu si duan profesorët, arsimtarët, mirë po dëshiron që të krijosh një identitet të ri, të jesh pak më jo formal, të jesh pak më disident, dhe disidenca e parë është kundër arsimtarit, mësuesit. Do të thënë, kjo është e mendja kritike, po, unë për shembull ishe kritik. Qoftë edhe të gabosh, unë tani, për shembull, e takova një profesor, tani për të keqë në vitet e 30 vitet e fundit nga pavarësimi, 33, u konstatua se për shkak të partizimit, politizimit, që prindërit u thonë nxënësve mos mësosh, mos fol shumë, si ishte ajo qingji i butë pin dy nëna, e ran pra të mendjen kritike, qasjen kritike të fëmijëve, ndërsa thelbi i arsimit është gjithmonë të skeptik ndaj diçka. Kjo është faktikisht shkenca. Shkenca nuk na kupton konfirmim dhe me ulje koke. Po, unë mendoj se sistemi arsimor është Big Bangu i gjitha problemeve tjera. Pse thos arsimi është Big Bang? A nuk është kështu edhe shëndetësia? Partje një profesoresh më tregoi një prezantim interesant, thotë gjatë jetës gjithçka fillon nga edukimi dhe marrim njësh. Gjithçka tjetër, edhe qerdhet, edhe shkollimi fillor, fakulteti, magjistratura, doktoratura, janë zero të cilat i shtojmë. Mund të arrijmë deri në 10.000, 100.000, nëse numri i parë është zero, atëherë gjithmonë do të jemi zero. Nuk do të thotë se kjo nuk pajtohem me arsimin, madje do të konfirmoj se te partitë politike në periudhën e kaluar më të shqetësuar bëhen kur janë në qeveri, kur fillon të folet për arsimin dhe për shëndetin. Atëherë ndizet të gjitha alarmet dhe atëherë u bëhet e qartë se ka probleme, se mundën shumë lehtë ta humbin pushtetin, po, sepse është mjaft delikate dhe komplikuar, sepse problemi nuk është sot për sot, por problemi është 20 vjeçar apo akoma më shumë. Nuk është problem etnik, nuk është problem fetar, tindash, nuk është as partijak. Do të thënë flasim për gjithë klasën politike e cila ishte 20 e më shumë vite. Siç flisje për nxitjen e të menduarit të kritik, unë mendoj se sistemi ynë na edukon që të jemi perfekt, të mos gabojmë. Fëmijët tanë jetojnë natë paranoj, pra në një ngërsh, që të jenë gjithmonë perfekte, ndërsa kjo është e kundërta e shkencës, sepse që të bësh ndonjë hulumtim, duhet të kesh pyetje për çdo gjë, pra të dyshosh për të gjitha determinatat, dhe kjo më pas të çon në gjëra të mëdha. Dhe prandaj mendoj se arsimi është problemi i madh, është Big Bangu i të gjitha problemeve tjera. Të ndërlidhem me atë që thua, edhe disa fakte se
ndoshta je plusish në të drejtë. Çka ndodhi me arsimin në Maqedoni apo çka ndodh nëse dikur ishte një sfidë që të regjistrohesh në fakulteti i cili do të ketë një drejtim pedagogjik dhe ishte atraktive që të jesh arsimtar, ndërsa tani nuk është, nëse dikur ishte problem që të hyesh në punë në ndonjë shkollë fillore ose të mesme ku duhesh të ngjisish pra pllakate të jesh në listat e partive, ndërsa tani ato listat e partive nuk mund të bëhen. Kjo është për shkak të pagave dhe për shkak të dinamikës moderne të jetuarit, profesione tjera atraktive përmenden dhe në ato fokusohen në fëmijët. Ja, për shembull, një percepcion interesant është edhe ky që do të them sa akoma më keq se na bëhet arsimi nga kjo që e kemi tani. Do të bëj një paralel edhe me gazetarin. Për fat të keq, në ato shkenca pedagogjike në 10 vitet e fundit, selektimi është mjaft negativ. Regjistrohen fëmijë regjistruan nënës nga shkollat e mesme të cilat kanë rezultate relativisht të dobta. Nxënësit e shkëlqyeshëm rrallë regjistruan në shkencat pedagogjike. Zakonisht të regjistrohen në medicinë, informatikë, drejtësi, qoftë edhe ekonomike, një tablet edhe për gazetarin. Pra, degët ose fushat të pastë, të cilat duhet të kenë një qasje pozitive dhe zhvillimore, efekt dhe ndikim në shoqëri mbi gjeneratat e reja, që nga starti janë në një nivel shumë të ulët. Dobivame najslabiju pšenici za pšenicu. Zar se do të bëhet regjistruar në pedagogji gazetari ose as pak nuk regjistrohet, sa ata të cilët duhet të na edukojnë të na arsimojnë gjeneratat e arshëm fëmijët, pra nuk janë të përgatitur si duhet, pastaj kemi edhe selektim të keq nga partitë dhe në vend që selektimi të jetë në baza të mira, ne marrim më të keqen në vend më të mirë. Me gazetari ata që duhet të krijojnë pra mendimin publik, zërë si më të keq shkojnë në gazetari, ose as pak nuk është interesuar për gazetari. Plani i fundit, nëse nuk regjistrohesh në një fakultet tjetër, atë thonë shko në gazetari. Mendoj se arsimi dhe shëndetësia janë shtyllat e shtetit. Atje jo duhet, por patjetër të ketë një plan më të madh strategjik 10, 15, 20 vjeçar. Nuk bëhet politik me shëndetësinë dhe me arsimin. Ja, për shembull, ne tani jemi më të fokusuar në arsim në këtë podcast. Kemi 4 paralajmërime prej PISA testeve se kemi një arsim shumë të keq. Dhe askush nuk shkon më shumë nga kjo. E dim se është keq dhe vazhdojmë. Dhe duhet të relativizoj këtë. Të thotë se nuk janë ato adekuate me arsimin tonë, zërësit nuk janë të interesuar se kjo nuk është obligative, ndërsa rezultatet ja këto nuk janë këto testet të rastishme. Mendoj se patjetër të fokusohen në demistifikimin e PISA testeve dhe rezultatet e keqja dhe më pas të shohim se me çfarë strategjie do ta përmirësojmë arsimin. Pra PISA testet janë teste të nxënësve të 15 vjeçar në më shumë vende të botës, dhe aty matet se sa ata kanë dituri që munden ta valorizojnë dhe funksionalizojnë. Pra, nuk është kjo të mësuarit të përmendesh ose të lexoj shumë mirë ose nuk e di çka në ato teste, më shumë mate të menduarit të kritik dhe si ata do të gjenden gjatë jetës, dhe kjo tregon se kjo është një problem i madh. Kjo nxit më pas edhe shumë probleme në tregun e punës edhe në planin sociologjik, financiar dhe të gjitha. Nëse bëjmë një paralele, për shembull në mënyrë sportive, pra fëmijët tonë ushtrojnë futboll dhe pastaj luajnë basketbol. Kjo është një diskrepancë e madhe e kurrikuleve. Çka mësojnë në shkollë dhe çka bëjnë në te PISA testet, ndërsa ne kemi si model perëndimin dhe ato vlerat e tyre konstante. Prandaj duhet patjetër që të sinkronizohemi me ato vlera universale konstante, sepse bota tani është vetëm një fshat i madh dhe është shumë dinamik, madje edhe po të emigrosh nesër do të kesh nevojë
do duhet pra kjo njohuri, kjo dituri funksionale dhe kjo dituri të cilën do dish ta funksionalizosh edhe në planin sociologjik edhe në planin financiar. Pra, ky është pra alfabetizmi funksional. Lexon, Čitaš, dhe nuk ama ne razbiraš. nuk mëson. Pra, Što što atë čitaš, që to znaš da ga razbiraš. Što je funkcionalno pismo? atë që e lexon do të ta kuptojsh dhe ta zbatojsh. Pra, të kesh një qasje analitike. Pristup, da. Kjo është si të mësosh përmendesh. Pra, e kundërta. I këtë proshte profesorët, Do të qaj za to, nešto ti se pyet blokira. diçka profesori Prva dhe ti ti tekne bllokohesh, kako je do pošto të naš kuptosh naslov, nego znaš, titullin on e te të prašuje pyet za diçka nešto nga što ste vi brendia na e lekcijama. leksionit. E, to Dhe je kjo to. është nëse mundemi ta Ako bëjmë možemo nekako ndonjë sporedno krahasim zamješati për ata më të rinj të cilët na dëgjojnë. Što ne slušaju. Më tregon Kaži mi nešto tani oko- diçka rreth asaj, Što si misliš çka da kemi ti izvešteni nxënës Unicef ne odam na analfabeti alarmiraše funksional, flasim për ustojanje na sistemin razvojne arsimor krize. sipas linjës Rezultatite etnike. od A pajtohesh me PISA këtë? Mendoj se arsimi da ka imamo krizë në funkcionalno gjithë nepismene botën, učenice. jo vetëm në Zburujeme za Maqedoni, partiziran obrazovan sistem, për shkak të digitalizimit. zburujeme za Po, paralelen për shkak të sistem konteksteve të reja. obrazovanja Mendoj se kontekstet e reja Zbasush se ovo i izveštaj. flasin të gjithë, pra edhe ata të cilët janë më të zhvilluar edhe ata nuk e dinë ç'bën. Pra, kontekstet e reja kërkojnë solucione të reja, nuk mundesh pra me një metodologji e cila ishte suksesshme në vitet e 80-ta, 90-ta, të jetë suksesshme edhe në kohën aktuale. Për shembull, më herët kishte gazeta, televizion, emisione në televizion dhe në gazeta ishte diçka shumë konvencionale, edukimi dhe informimi i mirë, ndërsa tani atëherë kishte edhe filter redaktues, ndërsa tani çdo kush mund të bëjë gazetar sepse nuk ka filtra. Po ka one man show gazetar, pra gjithkush mund të bëhet gazetar. Kur folëm një herë, shumë mirë tha, TikTok është vetëm titulli, mirë po ne se proveru nuk kontrollohet thelbi, pra edhe në gazetë ka pasur pra të truk tituj, mirë po pastaj është shkruar dhe është lexuar i gjithë, ndërsa tani është vetëm titull. Pra gjithë emisionet do të zgjedhësh diçka jashtë kontekstit, mund të jetë kjo ndonjë sharje, mund të jetë ndonjë incidente, por askush nuk ka ta shoh të gjithë emisionin. Do të thotë, ky është problemi me arsimin modern. Problem za novoto obrazovanje. Pra, fokusi, koncentrimi. Fëmijët janë mësuar me shkrim të shkurtër, me shprehje të shkurtër. Vetëm lëmërtisin ton diçka disa shkurtesa Facebook, Instagrami. Mendoj se kjo është edhe dimensioni sociologjik, sepse këto janë brezra më të cilat kanë filluar të kenë touchscreen, iPad ose ndonjë pajisje tjetër me një klik. Ata duan gjithçka të jetë reduktuar në një klik. Dhe pastaj kjo kalon në shprehje, dëshiron që të kesh të gjitha procedurat të kesh të shpejta. Madje do edhe në informimin të kesh një procedurë të shpejtë, po madje edhe në sistemin arsimor dëshirojnë pra të arsimohen, të edukojnë shpejt, ndërsa edukimi, arsimi është një proces i gjatë, kërkon studiozi kështu më radh. Edhe reformat janë po ashtu një proces i madh. Reformat në arsim nuk bëhen për një vit, për 2, madje nuk bëhen as për 4. Pra, të nxjerrë së paku pra të karikja, jo telefoni. Kërkojnë pra strategji, vetëm këtë po të përmendojmë për brezat e rinj dhe raportet e tyre. Ata janë një subjekte të hulumtive të shpeshta dhe të mëdha. Një profesor tregonte se kanë probleme të gjeneratave të reja, nuk munden të funksionohen në tekste më të gjata. Kur do të jap ndonjë libër për 200 faqe, shumë patjetër ti përgatis, sepse ata nuk janë mësuar të lexojnë 200 faqe, për ata është shumë. A ju kujtohet pra se unë kisha pak si më i vjetër, kështu e kisha pak të bezdishme, mirë, po më duke interesant kur në fakultet për edhe në shkollë të mesme
kur ta japim fushën, lëndën të cilën e përpunon do të thotë që të vish за да дойдеш да полагаш, да се подготвиш за japish këtë provim, të ish në këtë provim, do të lexosh 10 libra për përpunim. Tani nuk besoj se absolutisht lexojnë diçka fëmijët. Po, sepse edhe sistemi Bologna. Madje edhe orët prej 45 minutave të gjithë mendojnë se janë tepër sepse nuk mund ta mbajnë përqendrimin nxënësi. Është interesante se edhe në pisa testet matet edhe durimi, pra si një dimension që ata nesër të kenë durim për punë, për storje hulumtuese ose lëndë tjera shkëlqore hulumtuese, pra gjithka ndërlidhet. Unë mendoj se gjeneratat e reja munden të përfitojnë vetëm reformat të reja në sistemin arsimor. Unë mendoj se është kova që të shtohen disa lëndë të tjera, sepse si shtam, bota është shumë dinamike dhe shumë shpejt ndryshon gjithçka. Për shembull, më herë për disa viteve kur për të parën herë u zgjodh Trumpi për kryetar, kushërira ime ishte shumë e vogël atëherë. Dhe ajo më pyete për cilën do votosh, për Biden ose për Trumpin? A mendon se ne votojmë për Trumpin ose Bidenin, me që konsumojnë shumë informata dhe mendojnë se e gjithë bota është si e shohin ata në iPad ose në YouTube, dhe prandaj jo vetëm që duhet, do të thonë, shkrim leximi medial ose digital, gjithsesi për pasportet, pra gjithë jetën e kemi në një hardware. Tashmë mund të themi se celulari është si organ në njeriu, si një organ shtesë i njeriu. Prandaj nevojitet edhe literacia financiare dhe politike. Një fëmijë i Ballkanit duhet ta di se sa kushton iPhone, jo vetëm të kërkojë, duhet ta di se ndoshta kjo është sa dy pagat mesatare të prindërve, dhe ta respektojnë, të respektojnë paratë, të vlerësojnë, të çmoj. Po ashtu edhe literacia digjitale është shumë e rëndësishme, siç përmendëm, por edhe ajo mediatike. Pse? Sepse janë të sinkronizuara, për shembull, nëse literacia mediale është në nivel atëherë, do të dish, për shembull, kur do të bëjnë ata të moshës madhore, të di se për këtë votojnë, pse të votojnë, dhe më pas të kërkojnë edhe përgjegjësi prej atyre të cilët i ka votuar, jo të bien në fake newsve. Pra, votuesi i pa-informuar është më lehtë për manipuluar. Dhe votuesit e pa-informuar gjithmonë qëllojnë në fokusin për të ardhur në pushtet lider me mustaqe, kur volet për në mustaqe, pra mendohet në Stalinin, Hitlerin e kështu me radhë. Pra, kjo është një qytetar apatik, është problematik, ndërsa ne tani vim në situatë që kjo literaci funksionale tregon se fëmijët janë më gjakftohet, më letargjik. Si ti motivon? Pra, me shumë ndryshime, me projekte, me punë mentoriale, ndoshta mendojra të kenë më shumë përgjegjësi. Për shembull, isha kësaj vere në një konferencë në Helsinki, ishte për literacinë mediatike dhe për arsimin. Ata kanë 3 poenta kyçe, në gabim mëson 10 herë më shumë, dhe gjithmonë do ta mbash mend atë gabim dhe nuk do ta përsërisësh. Dhe poeta tjetër ishte se dituria dhe procesit të mësuarit ishte përgjegjësi e studentit, jo si të ne më shumë mbetet e prindërve, e arsimtarëve dhe rritet më të madh. Pika nuk është e rastishme kjo, do me thënë modeli finlandez i arsimit bëri participimin e të gjitha këtyre gjërave dhe këtë e implementon në materialet shkollore dhe procesin arsimor. Po, shumë është i suksesshëm dhe kishte edhe një dimension tjetër. Atje për shembull nuk mësohej si
të gjithë zëlësve me mate si klasë, pra si kolektivitet, që të mos jenë shumë individualist, sepse nesër në punë do të kenë kolegë, jo vetëm në punë, por gjithë jetës. Intervista në testimin e për punë të kompanive të madhe është që për kërkesat dhe pyetjet e thjeshta, a jeni të aftë për punë ekipore? Është kështu. Për punë ekipore, kjo nuk është e rastit, pra modeli arsimor i Finlandës ka bërë anticipim të gjithë kësaj dhe këtë ka implementuar në procesin arsimor dhe në materialit arsimor. Po, është shumë i suksesshëm, kishte edhe një dimension tjetër atje, për shembull nuk mësohej si tek ne që të kemi lënë të ndara, pra fizik, matematik, histori, kimi, atje ishte sinkronizuar, pra mësonin për Einsteinin, e mësonin mënyra se si është rritur ai konteksti, si ka jetuar dhe i kanë mësuar edhe formulat e teorisë relativitetit dhe kështu me radhë. Pra konteksti është më rëndësishëm. Ata e mësojnë këtë në mënyrë kontekstual, jo individualisht. Për shembull, këtu mund të mësosh Einsteinin edhe si histori në klasën e dytë, por pas do të presish 5 vjet se të mësosh një formulë për të. Konteksti është gjithmonë i rëndësishëm, tani është moderne edhe Goce Delçevi. Ajo që Goce Delçevi ka qenë, ka mësuar, ka vepruar në atë periudhë, konteksti dhe politike dhe social është krejtësisht ndryshe nga koha e sotme, dhe nuk mundesh me sytë e sotëm, pra të shohësh për atë periudhë, si para duhet ta përpunësh atë periudhë, dhe për këtë shkak finlandezët pra kanë si të arrimte më të voglit. Pra në procesin arsimor në shkencat ekonomike në Amsterdam, në ato universitete që janë të njohura, për se të fillojnë për një fushë, për një drejtim në ekonomi, për një autor, studentët kanë për obligim që të merren me biografitë e tyre. Ku kanë lindur, kush janë prindërit, në çfarë mesi mjedisi social kanë jetuar, që të kuptojnë, sepse pointa është se nuk ka gjëra të rastishme, mirë po ai dimension social ndikon pra në krimin e karrierës dhe ndërtimin e qëndrimit të tij si qenie shoqërore. Sa më mësojnë biografinë, më pas mësojnë se çka kanë, si kanë thënë, cilat janë qëndrimet e tyre, cilat janë teoritë e tyre. Pra, të dihet se në çfarë rrethanash është ndërtuar edhe profesionalisht edhe në aspektin njerëzor. Do shta është interesante të flasim çka është për njeri i arsimuar, titullin, ndikimi, dituria. Disi janë shvendosur gjëra, ndoshta duhet të kemi kritere të ndryshme, respektivisht të ketë kritere të forta, të ngurta, të njëjta, sipas të cilave do të kontrollohet dituria. Këtë kompanitë private kanë procedurat të veta, kanë stil të vetë, flasim për administratën. Për shembull, kishte në një ide të tillë, nuk e di a është futur në ligj, por as zbatohet, nuk e di kur të pranojnë, kur të hapin konkurs për administrat, për disa vende pune, ata të cilët vinë për fakultetet të universiteteve, të cilët janë më lartë e listës Shangaj. Ata studentë të cilët ka përfunduar atje, ka kryer atje, të marrin më shumë pikë gjatë vlerësimit, gjatë përpilimit të listës për pranim në një vend të punët të saktuar në administratë, dhe të garojnë në këtë mënyrë edhe universitetet, sepse, si shta parës ti, nuk do t'i ecë në një universitet shtetëror që është më i vështirë, do të kalojnë në një universitet privat. Pra, duhet të ketë mënyra të këtylla për stimulim të studentëve që nesër të mësojnë gjithnjë më shumë dhe më të stimuluar.
naredната работа. Jo vetëm kjo, por edhe gjuhët edhe dikush që din më shumë gjuhë, duhet të ketë më shumë pikë. Jo vetëm gjuhët që janë këtu anglisha, por të di edhe në një gjuhë tjetër. Ja, për shembull, gjuha franceze nuk është aq cool, tani është turqishtja, rusishtja, kështu me radhë. Gjithë çdo gjuhë paraqet vlerë të shtuar edhe në aspektin kulturor, por edhe në aspektin financiar dhe sociologjik. Ndodhi një proces i kundërt arsimor për shkak të frekuencës së madhe të universiteteve, të cilat deri në një masë edhe nuk është aq keq. Patjetër që edhe universitetet shtetërore, ato të cilat ishin më të profesor më të rrept, fakultetet dhe programet më të rrepta, edhe ata të ulin kriteriumin sepse ju iki studentët, nëse nuk ka student nuk do të ketë para, ndoshta edhe mundën edhe programin të shua dhe profesionistët të mbeten pa punë. Dhe ndodhi që për 10 viteve madje edhe fakulteti i makinerisë dhe elektros ta zbusi pra kriteriumin që të mundën të tërheqin student. Prandaj përmenda, nuk duhet t'i ulin kriteret, por të krijohen profesione dhe lëndë të tjera të cilat i kërkon koha, të adaptohen, sepse prej shkollës, prej arsimit fillor, kurikulet janë old fashion, ato duhet të sinkronizohen me vendet perëndimore të jena anakrone, pra. Atje nuk është role model të ketë një koncept nacional dhe universal. Shka mësojnë në fillore për media. Akoma mësojnë për televizion dhe radio, ndërsa interneti u bërë. Shka mësojnë për mediumet ka në rrjetet sociale, podcaste, kështu për atë. Ata mësojnë për gazetat dhe për televizion, ndërsa konsumojnë gjithmonë podcaste dhe kjo nuk dhe jo të plot, por si rrilsa rreth 20 sekonda nga podcasti. Pra duhet thelbësisht të ndryshoj koncepti i arsimit prej lëndëve ndonjë të ndrohet, të hiqet dhe në një lëndë tjetër të shtohet. Pra atë që përmenda për literacisë digitale dhe më pas gjithçka duhet të mbindërtohet me hapa. Problemat me të neme dhe që janë edhe shkollat profesionale, shkollat e mesme, sepse ata më nuk janë cool, se cili dëshiron të shkojnë në gjimnaz dhe të kryej fakultet, universitet. Kjo bën një normalitet i ri, ndërsa nuk mundet se cili të shkojnë në fakultet, të kryej dhe të marrë diplomën. Pra duhet një shpërndarje e re të forcohen në shkollat e mesme dhe gjimnazet të jenë më specifike, më ekskluzive në kuptimin e arsimimit të matishëm. Jo për shembull të shkohet në shtetet perëndimore, nëse shkon dikush në shkollë profesionale, nuk mundet të vazhdojë në universitet. Kjo është niveli i fundit dhe në këtë mënyrë duhet të sinkronizohet, sepse kemi shumë studentë diplomuar, ndërka që pak vende pune në tregun e punës. Kemi 12-13.000 vende pune, ndërsa kemi më shumë herë pra njerëz të cilët kërkojnë punë dhe kjo nuk mund të sinkronizohet. Pra arsimi dual, e gjithë kjo ndërlidhet. Pra, pjesa më e keqe në arsim dhe në pisa testet, sepse ne jemi shumë keq të reaguar, shumë keq që madje edhe se shumë shtete tjera që GDP-në per capita kanë më të ulët se ne. Pra nuk është gjithçka tek parat.
nëse një shtet tjetër. Pra nuk ka të bëjë me kushtet materiale, tabelat elektronike e kështu me radhë, nuk ka të bëjë me atë. Pra ka shumë shtete në Azi dhe në Afrikë, të cilët kanë shumë të ulët GDP per capita se Maqedonia, ndërsa janë të ranguar më lart në pisa testet. Jo vetëm se Maqedonia, por edhe se gjithë Ballkani Perëndimor. Sepse lart poshtë, pra i kemi problemet e njëjta. Kemi problemin me respektimin e profesionit të arsimtar, më parë ishte kulmi, atëherë ishim pak arsimtar, tani sikur nuk të regon, ata ndoshta të regojnë autoritet, mirë po nuk kemi feedback, nuk i shohë si autoritet, këtu edhe prindërit janë të fajtor, dhe çka ndodh, edhe konteksti çka ndodh, në disa vitet e fundit, numri i studentëve të regjistruar për Gjorë Maqedone, pra për informatik, matematik i shëvarat, të se nuk ekziston. Родителите имат, например, Prindërit janë fajtor për njërë pjesë, për pjesën tjetër është nga YouTube, nga ajo që e konsumojnë. Pra, tashmë ndryshoi pak modeli shoqëror, nuk është gjithçka te vlera tradicionale. Në gjithë botën ka krizë të modelit shoqëror, mirëpa në Ballkan është krendryshe, këtu është shumë radikal. Tu për shembull të rinjt të shohin ka përjashtime, mirëpa shumica dëshirojnë si të bëjnë para të shpejta. Idolit e tyre janë të tjerët, nuk janë profesorët. Ata që bëjnë para të shpejta, në çfarë do qoftë mënyre, ose do vozësin makina të shpejta, qofshin edhe kriminal të bëhen. Pra profesori nga Finlanda tha se studentët më elitar në kuptimin shkojnë që të kryen për të bërë arsimtar. Pra atje është më atraktiv profesioni arsimtarët, atje shkojnë vetëm nxënësit më elitar. Mund të regjistrohen, ndërsa këtu te ne është e kundërta, pra nxënësit më të dobët. E dyta, si stimulojnë, duhet të jepen burse, a duhet të rriten pagat, a kanë nevojë, fondet të caktuara, siguria, shëndetësia, që kur që përfundoj profesioni, kur të shkojnë në pension, që u shpaguhet. Pra, pa tjetër t'i lidhin, t'i bëjnë më atraktive, pa tjetër të ketë trajnime plusuese tjetë, mirë po, shumit mendoj se problemi më i madh është koncepti, që para duhet ta demistifikojmë gjithë procesin, si shtav në fillim të dimë, pra se trajnojmë, ushtrojmë futbol, ndërsa në garojmë në basketbol. Se para duhet të ndryshojmë konceptin dhe më pas të ndryshohen kurrikulet e më pas. Gjithë kjo do të ndërtohet me arsimtar të mirë kështu me radhë, por së pari do të bëhen një strategji e mirë për afat 15 vjeçar, 20 vjeçar me një koncept të ri, dhe ai koncept i ri do të mbi ndërtohet edhe me kushte tjera plusuese, sepse kjo është pak shqetësuese. Një nxënës i cili ka 15 vjet nga Maqedonia e Veriut ka diskrepancë për 3 deri 4 vite me një nxënës i cili për shembull prej vendeve perëndimore. Pra, 15 vjeçari tani është si 11 ose 10 vjeçar në vendet perëndimore, sipas rezultateve nga PISA. Kjo është diçka shumë shqetësuese. Prandaj mendoj se së pari duhet të ndryshoj koncepti, të dimë si t'i përgatisim studentët, nxënësit, pra t'i shpëtojmë nga kjo paranoje madhe shoqërore për të qenë perfekt,
dhe të dinë se mund të pyesin gjithçka dhe gjatë tërë kohës, sepse atje fillon kjo si mënyrë e jetesës. Ata nuk do të ndërmarrin iniciativa, nuk do të kenë entuziazëm që të bëjnë diçka, vetëm se nëse gabojnë do të bulizohen për arsimtarit. Nuk që të tregojnë pra iniciativa, ato do të lëvizin në linjën e comfort zonës, që të mos ta përqeshë se sa të ketë iniciativa dhe të dinë se çka dua, çka kërkojnë dhe të kenë qëllim, synim cakt, pra të kenë një cakt të caktuar, atë që vërtet e duan dhe të përpiqen që në përmjet procesit të arrin këtë. Një fakt tjetër interesant, një ulumtim që e lexova, fëmijët, gjeneratët e reja, fizikisht shumë shpejt përparojnë, ndërtohen, rriten, ndërsa pjekuria e tyre vonohet. Ka një moment amuvije që ndoshta është edhe kontradiktore, nga një ranë ka gjithçka në pëllëmbësh, tepër informata për të dhënë prej nesh që nuk kishim internet e kështu me radhë, ndërsa tani në telefon, në laptop, në iPad, për një do të bësh një klik dhe për një sekond do të jesh në Aljas në Filipine dhe me pamje, me fotografi, ndërsa më parë kjo nuk ishte. Ke gjithçka, mirë po nuk ke një pjekuri, nuk mund të fokusohen ata, pra pjekuria e tyre vonohet, në atë kohë thuaj, nëse më herët si 23 vjeçar vinte pjekuria, ndërsa tani si 23 vjeçar këto gjeneratët e reja. Pjekurin mund ta krahasosh me një moshën prej 16 vjeçarës, 15 vjeçarës. Pra nga një radhë, shumë informata, teknologji shumë e qasshme, din gjuhë, mirë po pjekuria dhe fokusimi, pra imazhi i tyre për publikun formohen vështirë. Unë dhe se është problema se ka tepër informata, aq sa ata nuk munden ta procesojnë. Pra nuk mundën të selektojnë, jo vetëm të selektojnë, për të procesojnë. Sepse në kohën time luenin, pra luera kompjuteri ke kjo nuk ishte vetëm reformat, por kishte edhe dinamikë, edhe pse disa lojra ishin të dhushme ose vllazet plus, mirë po megjithatë aty kishte edhe një interaksion, kishte mision, kishte synime, qëllime, sa që pra ose futboll, ishte për shembull të jesh mundesh të jesh menaxher, të kesh strategji si ta zhvillosh pra kreativitet, ndërsa në kohën e YouTube dhe Netflix vetëm konsumon dhe nuk proceson. Ti nuk je pjesë e interaksionit, ti je vetëm konsumator, dhe sa lorët më parë, për shembull të çonin, të jesh më dinamik dhe për shembull shumë lojra kompjuterike kishin nevojë për një të menduar shumë kritike që ta përfundosh misionin. Prandaj mendoj se kjo nuk është vetëm një problem ballkanik, por është botror në gjithë botën. Fëmijët e vegjël në zërësit konsumojnë tepër informata, prandaj gjithçka lidhet me arsimin, prandaj nevojtë në kontekstet të reja. Novi soluci, da. Svesnost za mnogo podosna zrelja. Pjekuria e voshme, ata nuk mund të fokusohen, ata edhe asgjë i procesojnë. Nuk di se çka të marrë, vetëm ju kalon ashtu, ndërsa nuk mbetet asgjë. Po, nëse konsumon tepër YouTube dhe rrjeta tjera sociale, do të besosh se kjo është realiteti yt. Ata jetojnë në hiperrealitet. Fëmijët këtu mendojnë se ne kemi school bus si në filmat amerikane, ndërsa ne autobusët i kemi si të Poletit që i kishte dikur, si filmi i Mirçovalevskit para shiut ai i vjetër. Do të ishte mirë që të komentojmë diçka edhe për arsimtarët dhe ja folës
Kokal Stojčev, arsimtari matematikës dhe drejtori i shkollës fillore në të Shtipit. Da bide pojasno. Какво ви е чувството? Кога Çka не mendoni изпълните kur нещо, do t'i а знаете дека shihni можете. rezultatet? Çka i thoni vetë? Реално. Що си размислувате кога Gabo или погледнете dhe резултата? si mundem më Що си mirë. дали Pas rezultateve të këtilla nga Što zgreshim, testimi kada PISA, si zgreshim, arsimtara to je ndjeni osnovno. të dështuar. I kako Do možeme themi, podobro. secili kemi После një ovakvi hisën rezultati od tonë PISA në sistemin testiranjето, arsimor. дали како Dhe наставник се arsimtari duke чувствувате bën поразен? notë Pak e jo req. reale, duke Site imame svoj udar. kënaqur dëshirat e obrazovni prindërve, i bën Sami od dëm nastavnik, stavejki nxënësi në nerealno momentin e parë këtë nuk e kupton, ndërsa nxënësi akoma më pak. Faji është želbite na arsimtari. roditelite, Arsimtari, rekli, po, integritetin e vet mund ta ruaj në këtë Roditelët, po, shoqëri, moment, kjo është to një je pikë nego pyetje shfaq, sa učenikut mund. najmulku. Do të thënë, i kujt është faji këtu? vinata je Prindit, ovde na faji nastavniku. nxënësit është më i vogël. Da li nastavnikut, i prindit, arsimtarit, raportin svoj ndërmjet të integritet prindit dhe može da arsimtarit, učiva u ovo mungesës së opštestvo, kontrollit dhe sanksioneve ndaj palëve të involvuara. Znači, Da bide pojasno. Dhe Satki Ismaili, arsimtar nga Tetova. Çka mendoni kur do t'i shihni rezultatet? Çka i thoni vetë? Ma që një në veri do thot, politikat arsimore nuk janë stabile, janë jo stabile. Pse për e themi këtë? Po, plasim fakte, dëshmi, sa do thot ndryshimet në qeveri pushtetit e kështu në radhë, me ndryrimet që bëhen, do thot, ministrave të arsimit dhe shkencës, sidomos janë ndryshuar mbi 18 ministra, do thot, se cili që vinë me pretekst se të bën reforma arsimore. Ku janë të bazuar ato reformat arsimore? A thua vallë, mos ketë një kontinuitet. Pikrisht, jo kontinuiteti i strategjive afatgjate arsimore, po bie në atë që të kemi dështime. Po ka edhe diçka tjetër. Ne nuk mund të themi se ku qëndrojnë faktorët. Faktorët do thotë nuk mund një fajsim të jepet gjithmonë se po e kemi atë që atë spiralën e fajsimit po e përdorim, se secili fajson njëri tjetrin. Jo, faji nëse po hulumtojmë mirë do thotë raportet e testimeve ndërkombëtare, shumë qartë është se secili ka atë përgjegjësinë e vet, fajin e vet. Nëse analizojmë, se analizat veç janë në shtetin në tonë, do thotë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po që sa analizohen, do thotë kemi një diskrepancë suksesesh, do thotë të arriturave në shkollat që në gjuhën maqedone ku realizohet mësimi dhe shkollat në gjuhën shqipe. Do thotë është brengosë diçka. Jetojmë me një shtet ku kushtet sa dërgoj janë të njëjta, do thotë atë diçka ndikon si faktor që është që veçma ato faktor mund të identifikohen që rezultatet janë më të dobra. Кој според вас е најодговорен за овие резултати? Има ли чаре? Гледате ли светло на крајот на тунелот? Do të thaj spiral fajsime se zakonisht mësimdhënësit akuzojnë sistemin arsimor, pushtetin, ministri, qeverinë e kështu me radhë. Akuzojnë prindërit, akuzojnë nxënësit. Në anën tjetër, do thotë prindërit akuzojnë mësimdhënësit. Sistemi arsimor bën të njëjtën ndonjëherë se ja mësuesit, mësimdhënësit nuk janë ata që po. Nëse analizojmë mirë, do thotë të gjithë raportet e testimit më veç ku janë të detajuara punë. Të gjithë kemi pjesë fajsimi. Nuk mund të thuash të fajsosh sistemin arsimor, po, janë lëshime që i kanë një pjesë të fajsimit ata. Se dihet se politikat arsimore kush i ndërton. Mirë, po mund t'i ketë sistemi arsimor në një shtet, mund të ketë politika arsimore të përkryera, programe mësimore të përkryera, strategji nacionale, afatgjate, mesme të përkryera. Mirë, po, kush duhet t'i realizojnë ato? Duhet t'i realizojnë një mësimdhënës. Ka diskrepanca në ndërmjet drejtive profesionale, se në Maqedoni do thotë në shkollat e mesme, do thotë drejtimet më të preferuara në nxënësit themi të shkëlqyeshëm, nivelit të suksesit më të lartë, janë nxënësit të cilët janë në drejtimet e gjimnazëve. A pjesa dërmuese do thotë themi në testimin e PISA, pjesëmarrja ka qenë më e madhe në nxënësve në shkollat në drejtimet profesionale. Dhe ne e dim se edhe dështimi në testim ka qenë të nxënësit e drejtimeve profesionale më i madh se të shkollat e mesme. Është në pyetje se pikrisht po përgatiten në shkolla, të përgatitin të rinj për tregun e punës, për gjendshmërinë në jetë, pikrisht për zgjidhjen e problemeve, të menduarit kritik, e kështu me radhë. Sa është i zhvilluar me të menduarit kritik dhe zgjidhja e problemeve të fëmijë. Ai nuk është një proces që
ajde u përgatitemi për një testim I cili është PISA edhe është proces një javor. Jo. Da bide pojasno. Edhe po shtem se sad që smelim za nego Të fillojmë prej Satkiut, për që të rëvetë tja dam shumë komente me të drejta se nuk është fajtore vetëm, nuk është fajtore vetëm arsimi pra problem multidimensionale. Shumë faktorë të cilët ndikojnë mbi atë që rezultatet e PISA testeve dhe në përgjithësi arsimi të jenë në një krizë të tmerrshme, diçka tjetër që do thotë ishte I sinqert. Po, ishte në pjesë ku thonte se në pjesën etnike shqiptare rezultatet janë pak më të dobta. Përpo unë mendoj se ne duhet të kemi PISA testet janë testet të cilat bëhen në nivel kombëtar, racional, nuk mundemi të bëjmë një ndarje etnike dhe të themi atëherë ti martim në Kosovë dhe Shqipërinë tek ne. Kjo është që të maten rezultatet në nivel nacional e jo në nivel etnik. Pra, ky është pra sistemi arsimor nacional, sepse rrethina sociale është e njëjtë. Jashtë Shkupit gjithë çdo kund kemi shkollë të veçia. Mendohet në Tetov mendohet se në Shkup kanë një arsim më cilësor se I kanë kushtet materiale. Kjo më të duhet edhe për në Amerikë, për Washington, për New Yorkun. Përsa të njëjtën gjë do të thonë edhe për provincën. Por edhe në Serbi prej Kragujevsit ose për Vranje thotë se në Beograd kushtet më të mira. Mirpo mendoj se problemi është I përmbashkët Çdo qytetar I cili jeton në mështërinë e veriut jo si ndarë sipas etnikumit. Pra gjua është mënyra se si arsimohesh. Problemi nuk është kulturor ose nuk është tek gjua, por është tek mënyra e të mësuarit. Për shembull, ka shumë edhe arsimtar të cilët do të thonë se nuk kemi laborator, nuk kemi kabinete. Çka ke nevojë për shembull për një shkencë shoqërore, një kabinet të madh, aty duhet të dish vetëm të shfryzosh një ta qësh nxënësin të mendoj në mënyrë kritike, jo e kundërta të frikëhet për profesorit, dhe nëse din diçka nuk do të thotë çka ku I pranojës që të mos gabon. E jo të shkoj akoma më shumë të pyes për diçka që është në dilemë. Kjo nuk më pëlqen të ndajemi sipas bazës etnike, mundemi të flasim, por kjo është për shkak të kushteve të këqija të popullatës rome atje, një pjesë edhe nuk janë përfshirë me procesin arsimor. Dhe edhe qyteti për qytetit ka dallim, por ka dallim edhe një familje prej njerëz nga tjetra, familje që ka më shumë të hyra se financiare se tjetra. Problemin duhet të shohim si të përbashkët. Të gjithë ata janë nxënës të cilat jetojnë në Republikën Maqedonisë së Veriut dhe duhet të gjenden një solucion në nivel kombëtar e jo ato mund të qojmë si subprobleme, problemi kryesor është mendoj se koncepti. Ja si të shpjegojmë këtë, ne jetojmë në një kulmë, në sistemin e njëjtë arsimor, arsimtarët mësojnë, edukohen në njëjta vende, pra trajnimi, ndërtimi tyre si profesor, si arsimtar, do të përveç nëse dikush që ka kryer jashtë, me përjashtim nëse se në një visiting profesor se mjedisi shoqëror shteti ku jetojmë së bashku, rritemi, zhvillohemi, krijojmë ka ndikimin vendimtar.
Tukaj pak si fašistenja teoriji, disa naciji ili etnikumi se se predodredeni za nešto. Predodredeno za biznis, za trgovija, to se mitovi, stereotipe, da paradigme, Zašto? sepse, Kažem, dođutem analizi analizave sandlikim ka jedisi sor, jedisi šageror majerat, kažkor Macedon prej Macedonise djeut prej grečenje štet kapitaliste, kažkor Macedonise prej RSFS respektivi, štega Republika Socialiste Macedonis. Vo eden Što je sistem komunista, a tad se razšorne pregrečije, što je kapitalizm je ekonomito tregut. Barale tamo gdje je para, kur ka shkuar në Australi, ka dashur të bëjnë biznesmen të si përmarrës të punë për vete dhe të shtojnë, ndërsa tonët kjo mediase edhe të shqiptarë, nuk e di, a keni pas e ullet të muzikës dhe SFRJ što odele во Канада. ishte edhe ani Prvo što je bilo da si nemam работа, ke drugde работа bili gitarë piano, nëse dhe Anishi ishte shumë cool, dhe gjoja shikja futbol në gjërë Macedonëse, dërsa tani te shqiptarët të rinje ka një trend të ri, ata nuk duan të dinë të duan gjërë Macedonëse. Jo, mirë po kanë probleme dhe me gjurë Shqipe, ja për shumë vajzeme. Vajzeme për fjalë Macedonëse, më të regon anglisht se që shka të të fjallë Macedonisht. Кембридж беше и за албанците, и за турците, и за... Макар што ви албанците сте во предност, малко е малко стереотип. Вие учите македонски, ние не учиме албански. За мене не е проблем, sepse pošto unë ja di si го gjuhën знам Macedonëse македонскиот si isha јазик, në пошто бев на shkollën основно në ullet të музичко muzikës, училиште, atër nuk немаше ishte на албански Shqip, јазик тогаш и бев на dhe të македонски. gjithë Значи lëndët целите ti kisha предмети në беа Macedonisht, на por edhe македонски, па shikja и dhe гледав shumë многу futbol dhe фудбал и basketbol në кошарка Anje. наеде. Po, sepse vetëm në Anje kishte. Скапи беа. Të drejta autoriali ishin shumë të shtrenjtë, por Ама konteksti сега tani është контекстот е друг. tjetër. Младите Të rinj të албанци сега shqiptarë одбиваат refuzojnë ta mësojnë gjuhën македонскиот macedonse, јазик, qish по si основа folën дека велат barbarekisht. сакат Unë jam реципроцитет, kundër зашто që të македонците не го знаат ketë албанскиот јазик. mësime И të njëjta. Imam rodnini Flasim për koji inkluzivitet. Inkluziviteti nuk është Eve, vetëm na në bazë primer, etnike, më shumë ka të bëjë edhe me personat me nevojë speciale. англиска настава и тие Ndalim te комуницираат pjesa e на gjuhës, англиски unë do јазик. të doja Зашто албанците që веќе не го i знаат gjithë të македонскиот, gjithë ciklin e shkuar македонскиот të kemë në дел gjuhën не го shqipe знаеше. dhe në mënyrë shtesa dihet Да maqedonisht речеме edhe никогаш anglisht dhe албанскиот gjithçka јазик do и të си më најдоа Ne kushtot të sot me laboratori, начин на me bësëtare të комуникација. ndryshme nëse И mësojnë ова е të дел од A, тие mund të контекст. bashkojmë për shembull për lëndë të пошто sektor për како што shembull зборувавме anglisht, por преска, edhe на пример, јас сум против да има janë më të avancuar заеднички fëmijët e настави, shqiptar. пошто Mund тие të можат mësojnë да учат objekte të на исти njëjta, објекти, të да се njoftohen, mund të edhe запознаат. Информатика може mësojnë. заедно да учи. Да, се што е, значи, Фласим се за што шоќерија, не е има културален, vizje, се што не е културален, ka kontekst културален kulturor, контекст, mund може të да биде përbashkët, заедничко. Ама тоа kultura, културата, gjuhat јазикот, janë më тие се autentike. поавтентични. На пример, да има комуникација, комуникација секако, да, како добро кажеш, еве на пример англискиот јазик може да го научат заедно. Заедно, да. Ама треба да тоа наставата, особено во тие базични фаза мора да биде на мајчин јазик. Да, Треба да имаме нешто за македонски, и албански и англиски, што е било идеално, така. пошто тоа е и Shqipçe do të ishte ideale. Kjo do të ishte edhe një cultural reality, тоа што си. Pro kjo vlen edhe për fëmijët turqe dhe për serbët. Flasim për inkluzivitet të plot, pra kërkojmë бараме начин како тоа да се Еве на пример како да не се фрли, да се Да мос добра се идеја разгледува ти беше трашгимија. англискиот јазик. Pse Зошто да не të mos биде jetë për shembull anglishtja si gjuhë e përbashkët, aty do të shoqërohen, do të njihen më mirë dhe nuk do të kenë paragjykime. Да. Siç i tham këto. Por ka këtu Ama ima problem të vajzojmë për shembull за për disa fjalë maqedonisht. Makedonski zborovi ne znaju. Di në maqedonisht, di në anglisht, me siguri këtë e keni edhe të shqiptar po e njëjta. На пример има некои Disa fjalë зборови што të cilat shkojnë në mënyrë natyrore të
Evo, na primjer, Te anglisheja për shembull diskursin që e përdorim. Zborot diskurs. Nema nešto što bi go izmenilo. Bi go reduciral na seko jezik. Po, ka reizma turqizma. Gjapin në një libër të lexojmë dhe fjala e 2-3 më pyet për një libër, për një fjalë. Atë që e tham pra me aksesin me digitalizimin ata rritën me anglishtën. Da. Edhe maqedonët dhe shqiptarët. Te jezici që ima Po të tashme të gjithë gjuhët do të kenë krizë për shkak të globalizimit, për shkak të epokës digjitale. Kokan kaže, Arshitari Stojqefi, matematikës dhe drejtori shkollës fillore që përgjet në Shtipe, diçka në lidhje me nota. Të ta se shumë gabimisht prindërit vrapojnë dhe insistojnë për nota. Kjo ishte një përgjigje e mirë që ju se do të frikoni prej gabimeve. Përse kjo do të ishte edhe përgjigja konkrete për atë që e komentoj Stojqefi. Mendoj se ke brat, dobro. Aty počnova improvizacijata. Prej klasës së parë, pas do të ketë improvizacija, toj nevestinski otpustke, që se zapiše vo gimnazija, posle i tamo që ima malko improvizacija, që se zapiše vo universitet, i posle që so ta improvizacija që stane doktor na nauka. Në rregull, mirë po... Oceňovanje ima modeli kanë model të finlandezë pra të mësjet kjo dëni për të e stimulim. Ata dhe në moshën 12 vjeçare nuk kanë as pak nota që të mund të fokusohen në të mësuarit e jo në mështituri. Pra në këtë mënyrë praviš nekakav social engineering za učenicите samo da se fokusirati na to što treba da go znat i da ne se čustvovat krivi pošto ne znat nešto. I to da ima Pra, në vetë notave jo notim për analizë të vlerësim të asaj se kush për çka të tregon interes ose ka aftësi që të zhytet dikush për histori, dikush për informatik, dikush për fizik. E jo të gjithë të jemi edhe mjek dhe patjetër dikush të edhe aktor, dikush të edhe arsimtar, gjithsesi. Например, се согласувам сосема со me ju se mendimet e profesorëve dhe arsimtarëve atjetër të mësojnë nxënësit të mësojnë dhe të nëzite për atë që vërgjat për çka e të mirë dhe çka dua. A ne da bide samo vetëm kritika dhe ndëshkim. Mislim da i na Mendoj se edhe ministres Janevska, profesorishe e patologjisë, një ndër nga më të reptët, edhe ajo është prej kësaj fushe nga arsimi, edhe pse është mjeke, patolog me edukacion dhe profesion. Da bide pojasno. Si e zgjidh shteti problemin e sistemit i cili krijon fëmijë analfabet funksional, nga analizat të cilat i kemi bërë deri më tani në krahasim me shtetet e zhvilluara të botës dhe Bashkimit Evropian, gjithsesi është qëndrimi i zgjatur i nxënësve tonë në shkollë. Kjo është me një ndërim dhe arsimi gjithditor për fëmijët më të vegjël. Kjo është diçka që do duhet të japë frut serioz, sepse në atë periudhë derisa janë ata në shkollë, ata duhet të fitojnë dituri dhe aftësi plotësuese, por më ndryshe nga kjo se që kam pasur deri më tani. Një gjë tjetër që do të ishte shumë e rëndësishme është ndryshimi i plan programeve arsimore me kërkesë të profesionistëve, arsimtarëve dhe prindërve, diçka që është analizuar për një kohë të gjatë dhe për të cilën kemi diçka që po ashtu është analizuar një kohë të gjatë dhe për çka kemi kërkesa serioze. A kemi sisteme paralele për arsim dhe si do të përgjigjet në këtë Ministria e Arsimit?
Projektet të cilat i kemi me UNDP-n do të vazhdojmë në këtë drejtim. Gjithsesi kjo nuk është diçka që mund të zgjidhet për 2-3 ditë, mirë po nuk është faj as i këtij ministri ose faktikisht e ime, as e kësaj qeverie. Është rezultat i politikave shumë vjeçare të këqija, të cilat vërtet duhet të ndërpriten dhe janë ndërprerë për momentin, mirë po tani korrigjimi i gabimeve është një proces afatgjatë dhe i mundimshëm, ndërsa sa më përket mua, unë asnjë moment nuk do të heq dorë nga ajo që të arrijmë një inkluzivitet të plot të gjithë fëmijëve, që ata të munden të zhvillojnë potencialet e veta, por edhe potencialet e shtetit, ardhmëria e së cilës janë. Krijojmë gjenerata të cilat janë ndarë sipas asaj se cilën gjuhë e flasin. A ka plan se si kjo të zgjidhet? Po, ajo që është e garantuar me kushtetut, këtë të drejtë, fëmijët do ta gëzojnë dhe mënyrën të cilën do ta bëjmë ne do ta definojmë me kalimin e kohës, sepse për një gjë të këtill vërtet nevojitet edhe vullnet politik. Mendoj se në këtë qeveri ky vullnet ekziston, por deri më tani është treguar se gjithçka që bëhet me ngutje shkakton një efekt të kundërt, prandaj ne këtë do të bëjmë nëpërmjet projekteve, në fillim e më pas do të vazhdojmë edhe hapa tjera. Po, gjuha maqedonase është gjuha e parë zyrtare në këtë shtet dhe ne duhet të përpiqemi dhe të punojmë sa është e mundur më shumë njerëzit ta njohin atë, e sidomos ata të cilët janë të kyçur në proceset e këtilla siç është administrata, arsimi, shëndetësia, mirë po kjo nuk do të thotë se nuk do t'i respektojmë dhe kultivojmë edhe gjuhët të tjera, kultura tjera, sepse kjo de facto është edhe pjesa jone pasurisë të këtij shteti multietnik. Da bide pojasno. Mislim, neki odgovorihme ova su stereotipit, odgovorihme za potrebite od reformi, može biti... Mendoj se ju përgjigjem kësaj me stereotipet, me nevojat e reformave. Ndoshta do të ishte mirë edhe këtë ta komentojmë si rezultat të anketës. Podcasti projekti pyet slab ili mnogo slab kvalitet na obrazovanje na osnovното, sredното i visokото. Çka mendojnë bashkë qytetarët për këtë gjë? Gati se të gjithë u përgjigjen se kemi një cilësi të dobët ose shumë të dobët. Ima razlike i regionat. Shkollës fillore të mesme dhe superiore. Studentët të diplomuar nuk janë të përgatitur për punësim dhe nuk ka përgjigje tjetër. E këtu është ai arsimi dual dhe më shumë praktik. Ka dallime edhe në rajon, ka fakultete në Bullgari, në Serbi, më gjatë edhe në Shqipëri, ku më shumë insistojnë për praktikë, ndërsa te ne. Не знам колку тие се успешни. Дуалното образование би го менувал многу начинот на младите за edhe në Shqipëri ka tepër teoretizim, gjithçka është e reduktuar në teori. Kishte disa përpjekje qeveria e Edi Ramës të bëjë, por nuk e di sa janë të suksesshëm. Arsimi dual do ta ndryshonte shumë mënyrën e të rinjve për vendetashme të punës. Në këtë mënyrë... Тоа е друг проблем. Тоа е што нашите фирми немаат обществена одговорност. Do ta bënin tregun e punës të jetë me i sinkronizuar. Po, mirë po këtu duhet edhe komuniteti i biznesit të kyçet, sepse ata gjithmonë ankohen se nuk kemi për shembull saldues, kështu me radhë duhet atyre të shkollave të mesme të japin bursa, i paguar. Kjo është problem, se firmat tona nuk kanë përgjegjësi shoqërore, ata mendojnë vetëm të marrin para. Ndërsa respektimin e klientelës është përgjegjësia shoqërore, të ketë burse, të ketë stipendi, të ketë mundësi të këtilla, diçka ndërmjet të mësuarit dhe studimit. Ky është tashmë një problem tjetër, problemi i madh, sepse këtu ndërmarrjet biznesi është shumë i reduktuar në raporte financiare të hyrave të dala, ndërsa bota nuk është vetëm të
ardhurës dhe shpenzime, duhet të ketë edhe përgjegjësi shoqërore ndaj atij atij komuniteti. Ama vladata može da go reši ovaj problem so. Shteti ndoshta nuk do të mund t'i bëjë të jena që filantrop, por mund t'i motivojnë nga profiti nëse u jep fëmijëve në shkolla, nëse investoni pra do të liroheni prej kësaj, prej kontributeve kështu më radhë. Ky është më shumë një problem kultural i pronarëve të kompanive, mirë po ka mënyra, ne nuk mund të presim që ata të ngriten në aspektin kulturor. Qeveria mund t'i stimuloj me tatimet, t'i lehtësoj, t'i kombinoj. Nëse ata japin tatime, do të kenë interesno i nije da si go probame kako. Tatime të reduktuara, për shembull në Ungari është një sistem interesant. Një pjesë e tatimeve, 10% për shembull, anketa dedikuar për shtetin, që të bëjë gjithçka ka nevojë, ndërsa ekziston një përqindje e vogël vetë e zgjedh. Aja donon sektorit civil, sportit, arsimit, kulturës, dhe kjo mendoj se do të ishte shumë interesante edhe ne ta provojmë. Atë ne ka për shembull 10% nga profiti për reinvestim, tatime personale 11%, pra përmendër një tatim të sheshtë. Ta vazhdojmë me anketën, ta zhvillojmë infrastrukturën e shkollave, është e pamjaftueshme ose shumë e pamjaftueshme sipas anketës, ndërsa kuadri arsimor nuk është i kualifikuar sa duhet as i shkollë të vërtetë, shkollët e mesme, dhe korupcionit e studentët të cilët nuk doan të mësojnë. Nema potreba ako nemu se uči ne odi na težak fakultet ili na težak univerzitet. Do të paguajnë tek privatistët, nuk ka nevojë të shkojtë në fakulteti rënd ose universitet të rënd. Janë interesante përgjigjet, pyetjet ku përgjigjet kur pyesim se sa përkatësia etnike dhe cilësia e arsimit janë të lidhura njëra me tjetrën. Mendoj se përmendëm. Problemi është nacional, nuk është etnik. Cilat janë përgjigjet? Shumica mendojnë se ndarja etnike shumë ndikon në cilësinë e arsimit dhe shkaqe të gjithë të përmendin se ka ndarje etnike Kako što kažeš za angliški jezik, sikur da bide, na primjer, ako ima učilište i makedonski i albanski djeca, ti je zajedno da si go ima angliški jezik i da ima isti objekt, ne da bide podeljeni. Të gjithë të mbështesin integrive të madh të fëmijëve nga grupe të ndryshme etnike në institucione të ndryshme. Na primjer, jeziku će bide si škola të përbashkëta, më shumë projekte ndërtnike, uslovno kaženo, pošto to je mnogo bazično nivo i sve koji bi sakal tije bazični koncepti i znanje da gi uči na svoj majčinski jezik. Një shkollë me fëmijë dhe shqiptare dhe Maqedonës dhe ta kenë gjuhën anglisht si gjuhë të përbashkët dhe të mësojnë në të njëjtin objekt, dhe jo të jenë të ndarë. Aktivitete sportive, ngjarje kështu me radhë, dhe pse ata shoqërohen dhe lëvizjen. Gjuha do t'jetë limiti integrimit të kushtimisht, sepse kjo është një nivel shumë bazik dhe secili do donte që ato koncepte bazike dhe diturit ti mësojnë në gjuhën e kako ti je, na primjer, ima Luđevo u New York što ga imat na 2 kilometri, to je Central Park, a nikoga još ne bilo. Zašto celiot univerz je svojata malo. Celiot svet, da. Kaq në epizodin e parë të podcastit që të jetë më qartë, na shikoni, na dëgjoni, na kritikoni, shkruani, jepni vërejtje dhe propozime dhe priteni episodin e dytë me ju ishin Stolen Naumov dhe Lori Idrisi. Da bide pojasno.